Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në varrezat e dëshmorëve të kombit u zhvilluan homazhe në nderim të të rënëve gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali dhe përfaqësues të tjerë të lartë të shtetit vendosën kurora me lule pranë monumentit në Shqipëri. Ceremonia u zhvillua në përkujtim të kontributit të atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Kjo hënë u shënua nga homazhe në nderim të dëshmorëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ceremonia u zhvillua në varrezat e dëshmorëve të kombit në Tiranë pranë monumentit në Shqipëri. Në nderim të rënëve, Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani, si dhe përfaqësues të tjerë të politikës shqiptare vendosën kurora me lule. Pjesëmarrësit në këtë ceremoni përkujtuan me respekt dhe solemnitet sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri dhe pavarësinë e vendit, duke përcjellë mesazhin për ruajtjen e vlerave historike dhe kujtesën kolektive. Kreu i shtetit nderoi veprën e tyre sublime për atë dheun, ndërsa përcolli një mesazh të veçantë për të rinë në rrjetin social Facebook. Me 5 maj, ditën e dëshmorëve, përulemi përpara guximit dhe sakrificës së atyre që dhanë gjithçka për çlirimin e Shqipërisë. Vlerat e tyre, trimëria dhe përkushtimi ndaj lirisë janë trashëgimi i shenjtë. Ne kemi për detyrë të përcjellim brezit të rik, të flak, atë dhe dashurie, duke nderuar përjetësisht kujtimin e tyre, shkruan Presidenti i Republikës Bajram Begaj në profilin e tij në Facebook. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale shkroi të paharrueshëm dëshmorët e atë dheut. Kryeministri Edi Rama komentoi nga Devolli incidentin ku u përfshi kandidati demokrat për deputet Bledjon Allbati. Ai e krahasoi me ironi figurën e Allbatit me atë të shkrimtarit të ndjer Dritor Agolli, dikur deputet socialist i zonës. Kreu i qeverisë përdori ton ironik ndaj opozitës dhe deklaroi se për çështjet ekonomike këshillohet me kryeekonomistin e kancelares Merkel. Nga Devolli, ku zhvilloi një takim elektoral me banorët e zonës, kryeministri Edi Rama komentoi incidentin e fundit ku u përfshi kandidati i Partisë Demokratike për deputet Bledjon Allbati. Njëri katran që e keni parë deputet një Allbati dhe njëri katran me boj që është i vllai që më thonë që është një pëllëm mbi tokë dhe sjell vërdall gjithë dunjan këtu dhe tani që flasim është prapa hekurave sepse kanë bërë një skandal tu e kanë rrahur njerëz. Ja, kjo është e vërteta. Dhe këta tani do bëjnë Devollin madhështor. Kupton apo jo? Një xhuxh agresiv do bëjë Devollin madhështor bashkë me vllan. S'keni fajde ju se atë rrugaçin këtu ja u sjell këneta nga Tirana. Me një ton ironik, kreu i qeverisë solli në kujtesë figurën e shkrimtarit të madh të Devollit, Dritor Agolli, i cili për vite me radhë përfaqësoi këtë zonë si deputet socialist. Devolli, vendi përveç se Dritor Agollit, vendi i njerëzve më punëtor të njohur me nam, i burrave punëtor me nam. Devolli i mikpritjes e Devolli të tëra të mirave, siç ju njohim ne nga larg. Po kur na çojnë rrugeçër atje, një çatë mund një gjysmak, një çyryk që nuk ka lënë rast pa e treguar dhe pa i rënë gjoksit dhe pa bërë gjeste dhe pa bërë shfaqje për të thënë unë jam çyryku, nuk e di. Shifni e bëni, ne duam që të jemi bashkë. Rama nuk kurseo as ironik ndaj kryetarit të opozitës Sali Berisha, duke i drejtuar një pyetje qytetarëve të Devollit për zgjedhjen që do të bëjnë në 4 maj. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet as një djale, as një mike, as një që ti thoshte baba Bufit, lëre këtë muhabet se nuk vazhdon më kjo punë, po sot zogjt e tij e marrin dhe me tendë, keni parë, e marrin me tendë se ai nuk e edhe dielli nuk e mban dot më tani. E sjellin vërdall nëpër Shqipëri një njeri të mbaruar, të pa shpresë, të dëshpëruar, mosha e ka lajthitur komplet dhe demokratët, zakonshëm njerëzit, ja ju që jeni aty e tjerët, duhet tani ta bëjnë rolin e atij djalit vogël. Mendoj unë se hyn dhe në gjuna, e kupton, hyni dhe në gjuna, se mirë të tjerë, mirë tani votën në kënet se nuk është era parë që e bëni që e çoni votën kënet ju. Po hyni dhe në gjuna që mbani rrugëve një njeri që duhet shkojë në shtëpi. Takimi në Devoll ishte pjesë e turit elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e pjesëshme të 4 majit, ndërsa Rama premtoi projekte konkrete për zhvillimin e zonës. Ndërkohë që këto janë projekcione të Ministrisë Financave, të ekspertëve tanë, edhe në bashkëpunim me ekspertët nga më të mirë ndërkombëtar me të cilët ne punojmë. Këshilltari im i ekonomisë prej disa kohësh është krye ekonomisti Angela Merkelit për 10 vjet.
Në përfundim të fjalës së tij, Rama përmendi se çdo çështje që lidhet me ekonominë, ai konsultohet me ish kryeekonomistin e kancelares gjermane Angela Merkel, duke nënvizuar seriozitetin dhe përkushtimin në drejtimin e vendit. Nga Burreli dhe Bulqiza, ku zhvilloi takime elektorale, Sali Berisha vijoi akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe pushtetit vendor për korrupsion. Ai u bëri thirrje qytetarëve të votojnë me 11 maj për ndryshim dhe për t'u rikthyer, siç tha ai, i lirisë dhe dinjitetit të shqiptarëve. Kryedemokrati premtoi ulje taksash në ndërtim, rritje rrogash dhe status të posaçëm për minatorët. Fushata elektorale e Sali Berishës zhvilloi këtë të diel në veri të vendit. Burrell dhe Bulqiza ishin ndalesa e radhës për kreun e opozitës që shfrytëzoi takimet për të akuzuar qeverinë për korrupsion dhe për të prezantuar zotimet e tij në rast të marrjes së pushtetit. Në Burrell, Berisha i nisi fjalën me 1 minutë heshtje në nderim të dëshmorëve, më pas e fokusoi fjalën në akuzat ndaj kryeministrit Rama. Ky është një nga hajdutët më të mëdhenj të qeverisë vendore në Shqipëri. Miq, mos e merrni. Shikoni ç'është ky. Ky ka një vëlla që quhet Fatos. A e dini ju që Fatosi është një hajdut i pamëshirë i parave të ujësielësit e Tiranës dhe tendarëve në Tiranë? Ndaj akuzave nuk shpëtoi as kryebashkiaku i Burrelit Agron Malaj, të cilin Berisha akuzoi për afera korruptive së bashku me vëllain e tij Fatosin. Edi Rama mandatin e don për të shtuar nga krimet e tij monstruoze që ka kryer ndaj shqiptarëve. Po unë jam këtu. Unë jam Sali Berisha. Dhe unë ja fjalën. Unë ja fjalën materialve dhe shqiptarëve. Sa ai kur nuk do shkëtoj. Ai do përgjigjet 1.000 për ato që i ka bërë matit dhe Shqipërisë. Ai e bëri provën. Tani është radha ime. Tani do ta shofja ai. Nga podiumi, Berisha premtoi një paketë fiskale me ulje të ndjeshme taksash për sektorin e ndërtimit dhe rritjen e pagave e pensioneve. Ulje të madhe në çmimet e ndërtimeve. Prishti, çfarë ndodh sot? Kanë 10 fishur taksen mbi sipërfaqen e ndërtimit. Ajo ishte 2%, e kanë kthyer në 10% të çmimit të shitjes. 3% taksa sociale, hiqet. Përpara minatorëve, ai premtoi miratimin e statusit të minatorit brenda 100 ditëve të para të qeverisjes së tij. Kontratën e firmosur me presidentin e Bashkimit Pavarur të Sindikatave të Shqipërisë për minatorët, për gjeologët, për naftarët, statusin e tyre 100% sipas kontratës. Plotësisht. Në Bulqiz, në përfundim të fjalës së tij, Berisha sfidoi sërish kryeministrin Rama për një përballje publike. Po ti je i tremur, je i tmerruar, nëse jo ti bën si i rrjedhur, nuk je i rrjedhur. Ti edhe kloun bën. Prishti, por prap, hajde këtu në të sallë, të dalim para këtyre burrave. Po ta mban, hajde këtu. Mos dil me Lamborghini e Noizit, po dil me këte. Hajde, dil me këte. Do të ecim me të tjera informacione. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënës pak për të respektuar masën e sigurisë të vendosur ndaj tij. Në dalje nga prokuroria, i akuzoi drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumanin për shkelje kushtetuese dhe bëri publike një vendim dënimi nga gjykata e Aninës për gjyqtaren Irena Gjoka. Sipas tij, dokumenti është penguar nga administrata Biden për të mos dalë në dritë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit paraditën e kësaj të hënë në ambientet e prokurisë së posaçme në zbatim të masës detyrim paraqitje të dhënë më herët nga gjykata. Qëndrimi i tij në godinën e SPAK-ut zgjati vetëm pak minuta, por mjaftueshëm që pas daljes të jap një deklaratë të fortë publike. Në një qendrim të drejtë për drejtë për mediat, Berisha sulmoi drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, të cilin e akuzoi për krim antikushtetues, duke e cilësuar si shërbëtor të Edi Ramës. Ai referoi masave të fundit të drejtësisë që sipas tij kanë për qëllim të përçojnë një amnisti elektorale.
Amnistia elektorale është krim i shëmtuar antikushtetues i Altin Dumani, shërbëtorit të Edi Rams, i cili në fakt ndaj dhe kërkon që të shtrojë kushtetutën në Duman Kushtetut, ku dhe firma e Sali Berishës. Berisha shpalosi përpara kamerave një dokument që pretendon të jetë një vendim i gjykatës së Janinës në Greqi, ku thuhet se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar në vitin 2005 për falsifikim pasaporte. Dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë. E dënon të pandehurën të shpallur fajtore me burgim 3 muaj dhe gjop 1.500 euro, si dhe shpenzimet gjyqësore prej 73 eurosh. Urdhoni. Falsifikim, pasaporta, viza, por është dënuar për falsifikim dhe është e dënuar nga kolegj penal dhe jo administrativ. Sipas ish kryeministrit, ky dënim është mbajtur i fshetë në formularin e dekriminalizimit nga ana gjyqtares dhe përpasoj çdo vendim i saj është i pavlefshëm. Ai shtoi se publikimi i këtij dokumenti është penguar edhe nga ndërhyrjet politike ndërkombëtare, përfshir Departamentin Amerikan të Shtetit. Por duhet dënoj ndërhyrjen e bërë në këto autoritete, nga administrata, nga State Department, i administratës Biden, që ky dokument mos shifte dritën se na ja merr fytyrën reformës drejtësisë. Ata kishin hallë Sali Berishës, kishin hallë reformën drejtësisë. Turpe, mafje poshtër. Deklaratat e Berishës janë bërë në një kohë kur ai vazhdon të mbetet në nënhetim nga SPAK dhe kundërshton ashpër drejtsinë e re dhe drejtuesit e saj. Një tjetër akuzë është ngritur ndaj Ajola Xoxës, bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i cili ndodhet në paraburgim. SPAK e akuzon ato për fshehje të ardhurave dhe për përfitimet palishme përmes fondesh publike. Xoxa u paraqit në prokurin e posaçme në masën e detyrim për paraqitje. Një tjetër zhvillim tronditës për hetimet që lidhet me aferën e dyshuar korruptive në Bashkinë e Tiranës. Këtë herë në qendër të akuzave është Ajola Xoxa, bashkëshortja e kryebashkiakut pezulluar Erion Veliaj. Të hënën Xoxa u paraqit në ambient të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e shoqëruar nga avokati i saj Dritania Haj. Ajola Xoxa mbërriti rreth orës 9:30 në godinën e SPAK-ut, ku ju komunikua një akuzë re, ajo e fshehjes së të ardhurave. Sipas burimeve pranë SPAK, dyshohet se Xoxa ka përfituar në mënyrë të palishme fonde nga Bashkia e Tiranës apo kompani që kanë pasur kontrata me të cilët janë kanalizuar përmes një rrjeti organizatash jo qeveritare. Bëhet fjalë për shuma të përfituara në mënyrë të tërthort në periudhën kur Bashkia ka pasur bashkëpunime të shumta me OJF-t, të cilat janë në verifikim për pastrim parash. Aktualisht, Ajola Xoxa po hetohet në masën e detyrimit për paraqitje, ndërsa akuzat ndaj saj rëndojnë edhe më shumë situatën ligjore të bashkëshortit të saj, Erion Veliaj, i cili ndodhej prej disa muajsh në paraburgim. Prokuria nuk ka bërë ende publike episodet konkrete apo provat që lidhen me këto akuzë të re, por hetimet vijojnë në kuadër të një dosje të zgjeruar mbi dyshimet për abuzim me fondet publike të Bashkisë së Tiranës. Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Florence Shapian, vetëm pak ditë pas ekstradimit të tij nga Dubai. Emri i tij del në dëshminë e Nurettin Dumanit, i cili e përmend si porositës të një vrasje të paralizuar kundër Sokol Sançaktarit. Çapia është gjithashtu i dënuar me burg për jetë për një vrasje të dyfish në vitin 2012 në Elbasan. Pas ekstradimit të bujshëm nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Shqipërisë, Florence Shabia është lënë në masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme. Ai u shoqërua në aeroportin e Rinasit me 2 maj në masa të rrepta sigurie, ndërsa autoritetet shqiptare e konsiderojnë një nga figurat më të njohura në botën e krimit në vend. Akuzat ndaj tij janë ngritur pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Nurettin Dumani, i cili ka pohuar se Shabia i kishte ofruar 200.000 euro për të vrarë Sokol Sançaktarin, një emër i lidhur sipas hetimeve me rivalin e tij Suel Çela. Edhe pse kjo vrasje nuk u realizua, SPAK ka nisur hetimet për përpjekjen për vrasjen me pagesë, por Florence Shabia përballet me një tjetër vendim të rënd nga drejtësia. Ai është dënuar me burg për jetë si porositës i vrasjes së dyfish të Gentian dhe Nezir Beqirit në vitin 2012, ngjarje e ndodhur në Elbasan. Sipas dosjes hetimore, akmarrja mendohet të jetë motivi pasi Gentian Beqiri ishte dyshuar për përfshirjen në vrasjen e një tjetër antarit familjes Shabia, Sokol Shabias, në vitin 2005. Florence Shabia ishte larguar drejt Dubait, ku
jetonte prej një dekade. Ai u arrestua atje në vitin 2021, por më pas u la i lirë me leje qëndrimi. Me ekstradimin e tij, ai bëhet i treti personazh i botës së krimit që rikthehet në Shqipëri nga Dubai, pas Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes. Gjisiela Maloku është paraqitur sërish në ambientin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vetëm pak ditë pas një paraqitje të mëparshme. Ende nuk janë bërë publike arsyet e thirrjes apo cilësia në cilën po merret në pyetje. Maloku u bë i njohur për publiku në vitin 2018 pas denoncimit të dhunës nga Recep Raja, një çështje që pati e hon të gjerë mediatike. Gjisiela Maloku është rikthyer në vëmendjet e opinionit publik pas paraqitjes së saj për herë të dytë brenda një jave në prokurorinë e posaçme. Ajo mbërriti këtë të hënë ambientet e spakut e shoqëruar nga një vajzë tjetër, ndërsa qëndrimi i saj zgjati disa minuta. Nuk dihet ende nëse është thirrur si dëshmitare, person në hetim apo për të dhënë informacion mbi një procedim penal, ndërkohë që prokuroria nuk ka bërë deklaratë zyrtare mbi këtë zhvillim. Rasti Malokut u bë i njohur në vitin 2018 kur denoncoi për dhunë fizike dhe psikologjike Recep Rajën, djalin e ish-deputetit socialist Rahman Raja. Prokuroria e asaj kohe konfirmoi përmes ekspertizave mjekoligjore se Gjisiela Maloku kishte qenë viktimë e dhunës së përsëritur, që synonte ta detyronte të mos i jepte fund lidhjes me të. Megjithatë, më vonë Maloku tërhoqi nga akuzat, ndërsa çështja shkaktoi debat të gjerë politik dhe publik. Aktualisht mbetet e paqartë nëse paraqitjet e saj në SPAK lidhen me këtë çështje të hershme, me zhvillime të reja hetimore apo me ndonjë rast tjetër. Prania e saj në institucionet e drejtësisë pas një kohe të gjatë jashtë vëmendjes mediatike ngre pikpyetje për natyrën e hetimeve në zhvillim. Policia e Krujës ka goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike në fshatin Borizan, ku arrestua në flagrancë 2 të rinj. Gjatë operacionit të goduar koordinata u gjetën dhe u asgjësuan 212 fidan kanabis. Në vendin e ngjarjes u sekuestruan prova materiale, ndërsa kontrollet do të vijojnë në të gjithë rrethin. Operacioni Koordinata i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Krujë ka çuar në goditjen e një rasti të veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në fshatin Borizan. Sipas policisë, fal përdorimit të dronit janë identifikuar dhe më pas arrestuar në flagrancë 2 të rinj, 25 dhe 21 vjeç, ku shërimi njëri tjetrin dhe banues në të njëjtin fshat. Në vendin ku ata kishin mbjellë bimë narkotike, u gjetën dhe u asgjësuan 212 fidan kanabis sativa, po ashtu sekuestrua një sasi e vogël kanabisi, disa fidan të papërpunuar, një aparat celular dhe një automjet që 2 autorët përdornin për të lëvizur drejt zonës së kultivimit. Uniformat blu njoftuan se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin e rrethit Krujë për të parandaluar dhe ndëshkuar çdo veprimtari të palishme të këtij lloji. Materialet procedurale i kaluan prokurisë për veprimet mëtejshme. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Albin Kurti ka drejtuar një letër kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku për të diskutuar mundësinë e një koalicioni qeverisës mes 2 partive. Kryeministri në detyrë i Kosovës shpreh i gatshëm për bashkëpunim pavarësisht dallimeve politike. Ai kërkon Abdigjikut një takim të drejtë për drejtë, duke theksuar se një marrëveshje e shpejtë është më e domosdoshme për vendin. Në përpjekje për të ndërtuar një qeveri të re, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar zyrtarisht bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Përmes një letre drejtuar kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, shprehet se është i interesuar për një marrëveshje politike që do të çonte në formimin e një koalicioni qeverisës. Në letrën e publikuar, Kurti e cilëson koalicionin si një nevojë për stabilitet dhe funksionim të institucioneve, duke pranuar se dallimet mes 2 partive ekzistojnë, por se bashkëpunimi duhet të mbështetet mbi interesat e qytetarëve dhe të shtetit. Koalicionet nuk bëhen ndërmjet atyre që mendojnë njësoj, por mes atyre që vendosin prioritet nevojat publike mbi interesat politike, shkruan Kurti. Ai ka kujtuar edhe historikun e LDK-s me alianca të mëhershme politike dhe ka theksuar se një marrëveshje tani është më e mirë se një marrëveshje e vonuar. Pavarësisht se Abdigjiku ka refuzuar më parë 2 kërkesa për takim, Kurti kërkon edhe një herë që të ulen në një tryezë bisedimesh për të gjetur një zgjidhje që shmang zgjedhjet e parakohshme dhe garanton një qeveri funksionale. Ka dështuar për të 11-ën herë radhazi konstituimi i Kuvendit Kosovës dhe për të 3-ën herë formimi i komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjet e kryeparlamentarit. Deputetët nuk arritën konsensusin e nevojshëm, ndërsa partitë opozitare vazhduan bojkotin ndaj propozimit të lëvizjes së vetëvendosje. Seanca e radhës është përcaktuar për 7 maj në orën 10.
Kuvendi i Kosovës vijon të mbetet i bllokuar. Për të 11 herë me radhë ka dështuar konstituimi i tij, ndërsa për të 3-ën herë nuk u arrit krijimi i komisionit për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Në seancën e SHN-s kryesuesi Avni Dehari kërkoi përsëri nga partitë opozitare të propozonin përfaqësues në komisionin për votim të fshehtë, por ashtu si herët e kaluara PDK, LDK, AK, Nisma dhe Lista Serbe nuk morën pjesë në proces. Kundërshtimi i tyre ndaj procedurës së fshehtë që propozon lëvizja vetëvendosje mbetet një nga pikat më të nxehta të mosmarrveshjes. Pavarësisht pranisë 111 deputetëve në sallë, vetëm 56 votuan pro formimit të komisionit, një vot ishte kundër dhe nuk pati asnjë abstenim. Kjo ka lënë sërish pezull çështjen e zgjedhjes së kryeparlamentarit. Kreu i AK, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se ngërçi aktual mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese nëse palët nuk gjejnë zgjidhje. Deri tani kuvendi ka kaluar vetëm 2 pika të rendit të ditës, verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve, ndërsa pika e tretë, ajo për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, mbetet pengesë. Kandidatja propozuar nga LVV, Albulena Haxhiu, nuk ka arritur të sigurojë votat e nevojshme në 6 raunde votimi. Seanca e radhës është thirrur për më 7 maj në orën 10 me shpresën për një zhbllokim të situatës. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar vendosjen e një tarife të re 100% për filmat e prodhuar jashtë vendit. Ai e cilëson industrinë amerikane të filmit si në rrezik për shkak të mbështetjes që vendet e tjera u japin prodhimeve të huaja. Tarifat sipas tij do të jetë një masë për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe kulturën vendase. Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump ka rikthyer retorikën mbrojtëse ndaj prodhimeve amerikane, këtë herë duke vënë në shënjestër industrinë e filmit. Me një njoftim të bërë publik në platformën e tij, ai deklaroi se filmat e xhiruar jashtë Shteteve të Bashkuara do të përballen me tarifa të larta, konkretisht 100%, duke justifikuar këtë me nevojën për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe ekonominë amerikane. Trump akuzon vendet e huaja për krijimin e një skeme të mirë organizuar që tërheq regjisor dhe studio me oferta joshëse, duke larguar kështu prodhimin filmik nga Shtetet e Bashkuara. Në të njëjtën kohë ai shpreh shqetësimin se përveç humbjes ekonomike, këto prodhime bartin edhe mesazhe që ai i cilëson si propagandë. Ende nuk janë dhënë detaje konkrete se si do të zbatohet kjo masë, nëse do të përfshihen edhe platformat streaming apo vetëm filmat për kinema. Gjithashtu nuk është sqaruar nëse tarifat do të prekin edhe kompanitë amerikane që prodhojnë jashtë vendit. Në krah të Trump, sekretari i tregtisë Howard Lutnick është shprehur se institucionet janë të gatshme për të nisur zbatimin e tarifave, por shumë pikpyetje mbeten ende pezu. Qeveria izraelite ka miratuar një plan të ri për zgjerimin e ofensivës në Gaza, duke synuar një kontroll të plot territorial dhe qëndrim të pacaktuar në kohë. Plani përfshin zhvendosjen e popullsisë drejt jugut, ndalimin e ndihmës humanitare për Hamasin dhe intensifikimin e sulmeve. Kombet e Bashkuara e kanë kundërshtuar ashpër këtë strategji, duke paralajmëruar për përkeqësim të krizës humanitare. Plani ushtarak i Izraelit për Gazën po merr formë gjithnjë më të qartë, ndërsa qeveria e Tel Avivit ka miratuar një strategji të re që parashikon një kontroll të plotë të territorit dhe një qëndrim të pacaktuar në kohë të forcave izraelite në enklav. Lëvizja e re ushtarake përfshin zhvendosjen e popullsisë palestineze drejt jugut, mohimin e aksesit të Hamasit në ndihmë humanitare, si dhe sulme të përqendruara kundër militantëve. Planet u miratua nga kabineti i Izraelit vetëm disa orë pasi u bë publike thirrja për mijëra rezervistë të rinj. Zyrtarët izraelit thonë se kjo ofensiv synon të përmbush objektivat e luftës, shkatërimin e Hamasit dhe kthimin e pengjeve izraelite. Megjithatë, pas më shumë se një viti lufte intensive, asnjë nga këto qëllime nuk është arritur plotësisht. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara kanë refuzuar një plan të ri të shpërndarjes së ndihmave humanitare përmes qendrave të kontrolluara nga Izraeli, duke cilësuar të papranueshme për shkak të rrezikut të instrumentalizimit të ndihmave. Situata në teren po përkeqësohet. Sulmet ajrore të fundit kanë shkaktuar vdekjen e 16 palestinezëve, mes tyre edhe 3 fëmijë, sipas të dhënave nga autoritetet në Gaza. Nëse plani i Izraelit vijon të zbatohet me këtë ritëm, pritet që qindra mijëra civil të spostohen me forcë drejt jugut të Gazës, duke përshkallëzuar më tej krizën humanitare në rajon. Ultranacionalisti Gjorgj Simion ka siguruar një fitore bindëse në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani, por nuk arriti të fitojë pa balotazh. Me 40.96% të votave, ai do të përballet me 18 maj me kandidatin moderat Nicuz Jordan, i cili përfiton nga mbështetja e diasporës. Gjorgj Simeon, udhëheqësi i partisë ultranacionaliste, ka dalë fituesi i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani, por pa arritur shumicën absolute për të shmangur një raund të dytë. Ai siguroi 40.96% të votave, ose rreth 3.86 milion sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Përballë tij në balotazhin e 18 majit do të jetë Nikusor Dan, prefekti i Bukureshtit, një figurë moderuar politike që doli i dyti me 20.99%. Ai kaloi për pak Krin Antoneskun, përfaqësues i koalicioni qeverisës, i cili mori 20.07% të votave. Rreth 973.000 votues nga diaspora ndikuan ndjeshëm në këtë rezultat, edhe pse edhe aty Simion doli i pari me 61% të votave. Zgjedhjet aktuale pasojnë një krizë të thellë pas anulimit të votimeve të nëntorit të kaluar, ku nacionalisti prorus Kalin Gjorgjesku fitoi në mënyrë të diskutueshme. Rezultatet u anuluan për shkak të dyshimeve për ndërhyrje ruse dhe kandidatit ju ndalua pjesëmarrja në zgjedhjet e përsëritura të 4 majit. Kjo ndërhyrje e autoriteteve shkaktoi reagime ndërkombëtare mes tyre, edhe nga nënpresidenti amerikan J.D. Vance, i cili kritikoi presionin e jashtëm ndaj autoriteteve rumune. Ndërkohë Simeoni, i njohur për retorikën e tij populiste dhe afërsinë me linjën e Donald Trumpit, ka marrë mbështetje të gjerë brenda dhe jashtë vendit, ndërsa raundi i dytë pritet të jetë vendimtar për të ardhmen politike të Rumanisë. Dhe tani do të ndalemi tek zhvillimet më të fundit nga bota e sportit, nga emocionet e final 4-s për futbollin shqiptar te historia e suksesit në basketball dhe një lajm i madh që vjen në fakt nga ciklizmi evropian. Ndiqnim poshtë kronikën e përgatitur. Në futbollin shqiptar, fundjava sjell emocione të forta. Vllaznia arriti një fitore të rëndësishme ndaj Dinamos në ndeshjen e parë gjysmëfinale të final 4 me rezultatin 2-1. Golat për shkodranët u shënuan nga Balaj, i cili realizoi 2 herë nga pika e bardhë, ndërsa Dinamo ngushtoi diferencën në minutat e fundit. Ndeshja nuk i shpëtoi polemikave, ku vendimet e gjyqtarit u debatuan gjatë. Ndërkohë, Tirana ka siguruar mbijetesën në elitën e futbollit shqiptar pas një fitore minimale 1-0 ndaj Pogradecit, në një përballje të tensionuar të vlefshme për play-out. Me këtë rezultat, kryeqytetasit sigurojnë pjesëmarrje në superiore edhe për sezonin e ardhshëm. Në arenën e basketbollit, Beslidhja nga Lezhë ka shkruar historinë duke u shpallur kampione e Shqipërisë për meshkuj. Ekipi tregoi vazhdimsi dhe dominim gjatë gjithë sezonit, duke mbyllur një vit të suksesshëm me trofeu në duar. Për sa i përket futbollit të femrave, vllaznia vazhdon të tregojë supremaci. Vajzat shkodrane fituan me rezultatin e thellë 15-0 ndaj Teutës, duke mbyllur fazën e rregullt në vendin e parë dhe duke kaluar automatikisht në fazën finale të kampionatit. Ndërkohë, një lajm i madh për sportin shqiptar vjen nga ciklizmi. Gara prestigjioze Giro d'Italia 2025 do të nisë këtë vit nga Shqipëria, me trofeun që do të prezantohet në Durrës më 9 prill. Kjo është hera e parë që gara nis nga vendi i ynë dhe përfaqëson një moment historik për sportin dhe turizmin shqiptar. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe me temperatura të larta për këtë periudhë. Vranësira kalimtare pritet në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond. Në zonat bregdetare, era mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 15 deri në 29 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë, Peshkopi 13 deri në 26 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 29 gradë, Durrës 17 deri në 28 gradë, Kavaj 16 deri në 27 gradë, Elbasan 15 deri në 28 gradë Celsius, Berat 15 deri në 29 gradë, Korç 13 deri në 26 gradë, Vlorë 17 deri në 27 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri në 28 gradë, Sarandë 17 deri në 27 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 maj 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i nxehtë.
Pritet diell gjatë gjithë ditës dhe me vranësira të pakta në zonat malore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijon: Mitrovica 13 deri në 30 gradë Celsius, Podujev 13 deri në 29 gradë, Skënderaj 13 deri në 28 gradë Celsius, Pejë 14 deri në 30 gradë, Prishtinë 13 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 14 deri në 30 gradë, Malishev 14 deri në 29 gradë, Gjilan 13 deri në 30 gradë, Ferizaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Kaçanik 14 deri në 29 gradë Celsius, Suharek 15 deri në 29 gradë, Prizren 14 deri në 30 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.